qoftë përmes të kuptuarit e drejt të asoj ati strumbullorit rreth së cilit sillet agjerimi, e që është fjala e fundit e ajetit të Kur'anit që citum më herët, që Allahu xhalleshanuhu po thot leallekum tettekun. Pra, u kam obligu, ja kam bo obligim muajin e bekuar të Ramazanit, ashtu siç ishte obligim edhe i popujve para jush, nuk po agjerojmë veç na, kanë agjeru të gjithë popujt para neve, dhe pjesa kryesore edhe qëndësore e ajetit është pjesa e fundit, në mënyrë që përmes agjerimit të arrini nivelin më të duhur, më të lartë, leallekum tettekun. Pra, kush janë më të lumturit atë ditë që shpallet lajmërimi për përfitimin prej një shpërblimi apo prej një grandi, ata të cilët e kanë përfitu 100%. Valla, unë e kisha fitu 100%. Mu ma kishin pranu e 100%. Ata studentat që dolin rezultatet në fund të provimit, thojnë, unë e kisha morë dhejtë, elhamdulillah. Maksimalisht. Kush janë më të gëzushmit, më të lumturit ditën e Bajramit, ata të cilët e kanë kuptuar me të vërtet qëllimin e agjerimit. Çka është qëllimi? Leallekum tettekun. Mënyrë që përmes agjerimit më bëhet devotshëm. E si arrihet devotshmëria? Devotshmëria arrihet kur ne agjerojmë ashtu siç me të vërtet kërkohet mu agjeru. Edhe të lumtur në çdo moment, ju të këshyre oren, hec po shkon, qysh me mujt me bo sabah, akshom u bo, po qysh me bo nesër apet akshom, e qysh të me rodh, po me umërzit, që po shkon koha, po shkojnë ditët, po shkon kë muj, a mujtu me vjel, heq mirësi prej këti muja, apo nuk mujtu. Dhe ju të atil që mja nis me rrug gojle, familjen, edhe rrethin, nashta, se po vjen Ramazani, e mos dvejt kush, qka bojna, pse, se një antori familjes atje, thuti që krejt dyjeje e kanë faj pësaj, po agjeron, apo kupton, edhe s'ko kësen që rrinë shpe pejtinas, që bën iftar pejtinas, që bën sëfër pejtinas, që takohet në rrugë pejtinas, a së vjet në xhami pejtinas. Zhurum shpe, zhurum xhamie, zhurum në rrugë, zhurum në lagje, zhurum aneje, bame, bume, bame. Edhe, kur vjet dita e Bajramit, për një me mu gëzu, edhe familja, edhe rrethi, edhe xhamati, edhe krejt njerëzit. Qa u bo? Jo, mërë, elhamdulillah, që u kry Ramazan, se na tranoj, mërë, na qitin mal, mërë. Ja. Qëllimi i Ramazanit është i kundërti. Me u gëzu familja, edhe nëse eventualisht e konaj antar të familjes, pak ma rigoros që nuk do të me kon, as normal nuk do të me kon, me pos i njëri familja prej teje, po nëse e konaj antar të familjes të tillë, kur dje Ramazani mu gëzuese, me thonë, ja, kur dje Ramazani këtë qetësohet, rahatohet, ndryshohet. Për një me që kjo është qëllimi i Ramazanit, me ndryshu njeriun për mirë, me zbut njeriun, me zbut besimtarin. Dhe me agjerue me tërë qenjen tonë. Komplet, me krejt qenjen me agjeru. Jo me agjeru vetëm duke nejt pa hongër dhe pa pi. Të nderuarit e mi, dhe gjëjnë një. Gjëja më e vogël, më minore,
në Ramazan është me nejtë për hongër dhe papi. Po lejbe në gjaj, në qatë kiametin në të modhin e kina, e të përthu me e vogla. Vëlloj me e vogla është. Cëllë është me e modhja? Me e modhja është me agjeru me krejt qenjen, me krejt shpirtin, me agjeru edhe me durët e tona, duke undal prej disa veprimeve jo të mira. Me agjeru me sytë e tonë, duke undal nga shikimi i gjonave jo të mira dhe këtë mesazh e kom edhe për veti edhe për krejt njerëzit e sidomos për juve rini. Kini kujdes në telefonat e juja atje. Agjeru shumë edhe loj skeme, loj gjëje në telefon apo në televizion, keni kujdes. Mos e zbehni agjerimin e juj, me shikime të rona, me shikime të ndalume të cilat nuk janë të duhura as jashtë Ramazanit, e lemo në Ramazan. E keni kujdes nga ndëgjimet që i ndëgjoni. Agjeru shumë edhe loj muzike, loj fjale, e loj shprehje, që është gjynah mi thonë edhe muzik asojna, gjynah është mi thonë edhe muzik, sa shko të bëj me muziken, kur gjë, e agjeru shumë është e rondë. Mos e zbehni agjerimin e juj. Agjeru shumë e me fjallë, pimar banaleve, e si të zatet njëri tjetrin, duke e përdor atë shprehjen shumë banale, shumë tronë për të cilën pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thonë, mos i shoni nonat e juja. E qyshja Resulullah i ka thonë, na i shojmë nonat tona, atë çmendun jemi na, atë morr jemi na mi shon nonat e tona. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam, ju i shoni nonat e juja, kur e shoni nonën e dikujt, edhe boni shkaktor që dikush me shoh nonën e juj. E populli jonë fatkeqësisht, sot, jemi të prirun, vend mi dhonë selam dikujna, apo me përshëndet një shoka, një vloa, një dashamira, një diçka, respektin, më të modhin, qërë llogarit, që ja bën, kur ti thët fjallin më banale. Ja shon nonën. Apo i thët, sikur që i thët prindi, për një me fëmijës vetë. Djali jem, biri jem, e kështu me radhë. Po kjo është e tërpshme. Ashtë ma te i për agjerushën. Ruajuni nga goja ju qka po del agjerushën. Dhe ruajuni të agjerojmë edhe me komët e tona, të ruhemi ku po shkelim, ku po him, në për cilat vende po frekuentojmë. E këtë mesazh do të au kisha dhonë, jo vetëm agjeruzve, po dhe atyne të cilët nuk agjerojnë për x arsye, u kisha thonë, kini kujdes, bëni bile diçka prej vetës t'juv, për me vrejt qenja juv, personaliteti juv, trupi juv, njërziloku juv me vrejt që është Ramazan. Naluni pak për i fjallëve, naluni pak për i vendeve. E jo mi dhonë vetit arsye, unë nuk agjeroj edhe gjithë notën e për kafeteri. Unë nuk agjeroj gjithë notën e për diskoteka. Unë nuk agjeroj të nditën me duhandor. Unë nuk agjeroj të nditën me bukëndor. Unë nuk agjeroj të nditën me ujëndor. Unë nuk agjeroj atje me storje me gjona pimat në dytave. Fore nuk i kalon shej që është Ramazan. Absolut nuk i ka ndikuar në qenjen edhe në shpirtin edhe në mendjen edhe në zemrën e tina apo të sojna se është Ramazan. Mos bile që Ramazan mos postoj loj foto, loj skema, loj gjona në për telefonat tona, në për storjet tona, në për rrjetet sociale tona. Pak një tru në ta merr vesh qenja junë që është Ramazan me diçka. E inshallah Zoti don që ne në fund të dalim me të vërtet, më të përmirësum, më të edukum, më të vllaznum, më të bashkum, më të lidhun, më të afrum me njëri tjetrin. E inshallah don Allahu xhallahu që
pjesën e qëllimit kryesor të fjalës së fundit të Zotit xhallashanuhu, që përmes agjerimit të bahemi të devotshëm, inshallah dalim sa më të devotshëm, edhe sa më të pastër, edhe sa më të pastruar nga mëkatet dhe nga tmetat e tona, e duke i realizuar sa më shumë synimet, qëllimet, nevojat, sepse me të vërtetë edhe i herë pe përsërisim që ky është muaji, këtu janë ditët e realizimit të synimeve, të qëllimeve, të nevojave tona, ndashta vjetore, ndoshta jetësore e kështu me radhë. Shfrytëzojeni o besimtar, o besim drejt, o njerëz të cilët nuk e dim a do të na zë një Ramazan tjetër, ta shfrytëzojmë, ta jetojmë, ta përjetojmë sikur ta kishim Ramazanin e fundit. Sadakallahu al-azim. Ala in ahsana al-kalam.